Të nderuar vëllezër besimtar, me lenin Allahut sot do flasim për një temë e cila është e rëndësishme si çdo temë fetare. E fjala është për zemrat e shnosha në kuptim imanor. Pa dashur që me nënçmu rëndësinë e shëndetit të zemrës, mirë po flasim për një shëndet i cili është shumë më i rëndësishëm e më afatgjat, ai është shëndeti i zemrës. Të nderuar xhamat, thot Allahu në Kur'an: "Yawma la yanfa'u malan wala banun illa man ata Allaha biqalbin salim." Me një ditë kur nuk kanë mju bë dobi njerëzve as pasunia, e cila është objekt i krenarisë, e as numri e vladve që njerëzit livdohen me ta, përveç se ai i cili e takon Allahun me zemër të shëndosh. Të nderuar xhamat, kjo çështje është çështje e madhe, me taku Allahun me një zemër të shëndosh nënkupton më shumë se sa që është organike. Andaj çfarë do të më bë që me pas një kësi statusi? Fillimisht e kem për obligim që çdo ditë mja përkujtu vetës se ne jemi duke jetuar me një botë e cila është e përkohshme, gjërsa ajo që vije është shumë më e rëndësishme se këta që po përjetojmë. Andaj e kujtoj një haxhit tonë, një haxhit Mitrovicës, pa të shku më kontrollu në mosh shtym të mjeku, zemra pa të shu, e i thot ai mjeku në formë ngushëlluese, i thot: "Haxhi, si ki punë mirë me zemër." E i thot ky: "A më çon dendek?" Thot: "Po valla, dendek çon." E thot: "Ma shumë s'm vyn." Të nderuar vëllezër besimtar, duhet m'ja përkujtu vetës se çdo ditë, na jemi duke jetuar një botë të përkohshme. Andaj ajo që vije është më e rëndësishme se këtë që po përjetojmë, dhe në këtë drejtim duhet të angazhohemi për të arritur tek një status ajo që është gjendja e zemrës së shëndosh, gjendje që zemra të orienton ka veprat e mira dhe të ndalon nga veprat e këqija. Për më tutje, Allahu po thot në Kur'an: "Falyatanafisal mutanafisun", dhe le të bojnë gara vepër të mirët, janë në këtë dunja, nxito fastabiqul khairat, dhe nxito det veprave të mira sa më shumë që mundesh, në mënyrë që me pas një zemër të shnosh, një zemër që ty të ruan prej mëkatimit, një zemër që të ruan prej devijimit të vllazni. Në këtë botë nuk është me u çudit me ata që ka deviju, për shkak se mashtrimet janë të shumta, mirë po është po mi thon mashallah ai që vazhdon me ecë këtë rrugë, e qysh jetët këtë rrugë, duke qëndruar nga njerëzve dijes, duke bërë vepra të mira dhe duke ushqyer zemrën që me kon e shëndosh. Andaj në këtë drejtim të mirët, të mençurit bëjnë gara vllazni në vepra të mira, nuk elshojnë asnjë mundësi për të bërë vepra të mira. Andaj Allahu kur po shkruan xhenetin thot: "Limithli hadha", për këtë çështje po thot le të veprojnë vepërmirët, le të nxitojnë vepërmirët. Pse? Sepse vëllezër besimtar, xheneti është arritje e madhe. E keni po ora kur po shtrajt, s'po shtkallaj me vlerë, telefoni, shtëpia, çka do që ka vlerë të madhe, kërkon çfarë investim të madh. Edhe xheneti vëllezër besimtar është i shtrajt. Andaj këtë drejtim dëgjoni çfarë kanë thonë selefët, parët tonë të mirë: "Nëse mundesh me bë vepra të mira, mos ja lejo askujt me ta shku." Në këtë drejtim, nëse ti ke mundësi këtë mirat e dunjas me i bë, asnjë mos e le pa e bë. Andaj në këtë drejtim, në një rast pejgamberi sa më kishte pyet kush e ka bë këtë vepër, i vetmi që kishte bërë çtë gjitha ishte Ebu Bekri. Andaj pejgamberi sa pse ka vlerësuar të nalt, se ka qenë që ka bë shumë vepra të mira dhe se ka lënë asnjë mundësi me bë vepra të mirë. Andaj e dini rastin, Omeri radhiyallahu anhu me një rast shkoi dhe dorëzoi gjysmën e pasunisë së tina, se ishte kumtu xhihadi, gjysën në rrugt të Allahut, edhe ishte krenar, thot, nuk besoj që kush ma ka shku, kur edhe Abu Bekri këtë pasuninë e la. Andaj, çfarë thënë selefët? Nëse ke mundësi, mos lejo kërkon me ta shku në vepra të mira. Ton muj, dënja, na çështë po funksionojna. Dënja ne këna bo parsore, edhe me mujt,
dohon edhe ata që si kem konkurrenta në fushën tonë, edhe aty në kështu janë zonë i dorën. Andaj zemra është nosh nuk lën me posur rretje. Zemra është nosh të shtën drejt veprave të mira drejt Allahut. Padosh me nënçmu, edhe mos më thon mos u angazhoni për dynja, jo, nuk jem duke thon kështu. Mirë po të nxitojmë të bëjmë vepra të mira, don drejt Allahut. Andaj në këtë drejtim të ndëruar vëllezër besimtar, kështu arrit kënaqësia e Allahut, e të cilën vëllezër besimtar është e shtrajt. E kjo fillon me folën namazeve, peskuve. Është bërë që vllaznimi fol 5 vakte namaze, nuk mundu mi thon kërkujna që ki me shpëtu me xhumo. Vallahi vëllezër besimtar, ju kam rrezik, jam përgjithë si juve, nuk ka shpëtim pa namaz. Kujdesni për namazin tuaj. E pastaj shtoni prezencën tuaj me xhamat dhe keni pa një ndryshim të madh. Allahu ka bërë dallim vllazni në shpërblim. Shembull konkret i pari sot që ka ardhur ditën e xumos këtu, e ka shpërblimin e devës me thënë rrugt Allahut, e i fundit që vjen para se imami minber, e ka shpërblimin e nivezës. Andaj në këtë drejtim, zemrat e shnosha jenë ato që thojnë le punën e dunjas një 10 minuta më herët, po shkon në xhami nxanë sevapin e madh. Le punën e dunjas të pret ajo, s'ka ku shkon, mirë po sevapin që në nxan të shpërblimit të devës nëse vjen i fundit ose na ndodh të ndërua vëllezër besimtar, njohim njerëz këtë xhami që të vinë 5 minuta pa fol farze. Po cili është qëllimi i të vëllezër besimtar që ti apo vjen me kryesë obligim apo po vjen për me arrit kënaqësinë e Allahut. Nëse ti vazhdimisht vjen 5 minuta pa fol farze, po flasim për një smundje në zemrën, po flasim për një telashe me zemrën tonë. Zemra jote nuk po është ajo mjaftueshme, fuqishme që ty më të lën një 10 euro mongo që i nxan me lenë Allahut nëse Allah të ka bërë rrezik mas xhumos me të pru herët në xhami, me të pru që me nxon sevapin qysh Allah është i kënaqur që në mënyrë që fletushka jote të jetë e mbushur me vepra të mira. Andaj e thot Ibn Qayyim, doktori i zemrave, vëllezër besimtar, një perl, një fjalë të artë thot dëgjoni vëllezër besimtar dhe për kujton e kohë pas kohë, inshallah nuk e harroni, thot kush e don rahatin duhet me braktis rahatin. Kush e don rahatin duhet me braktis rahatin. Që nuk thon e don rahatin e përhershme, dosh me braktis do rahatit të përkohshme të kësaj dynjas. Me lënë do punë pak si më keq, e më çu pak më herët më angazhue me morhise në vepra të mira. Andaj besimtari, edhe demel, edhe koprac, edhe jo vepër mirë, si takojmë të cilësi, e përmendëm pak më herët emrin e Allahut është shukur. Ai i cili vllazën besimtar i shpërblen robërit e vet shumë vetëm pse ka nec pak drejt Allahut. Andaj në këtë drejtim të nderuar vllazën besimtar, nëse ti vënosh me vepra të mira, e ti kun namazet, edhe nuk e jep zakatin, vallahi s'mund më thon myshde, s'mund më thon përgëzime për ty, s'mund më thon ty mashallah çfarë zemre e ki. Vallahi vllazën besimtar, kjo është përshqetësim se ti e nis për ku? Për të Zotit. E për çet ditë Allahu thot yauma la yanfa'u. Në këtë ditë si bojnë dobi, as molli, as pasunia, pa dosht me anashkalu me nënçmu asnjënën, po ka kohë të mjaftueshme edhe me nxoni dore, edhe me ushtuar për çdo gjë, mirë po nuk bën me anashkaluar që është më e rëndësishme. Po thot pejgamberi sa men khafa adlaj. Kush ja ka frikën Allahut, apo kush e ka frikën në punë, quhet e lëviz. Wa man adlaj balagha al-manzil, e kush do që i merr çto iniciativa, i merr çto sebepe me lejen e Allahut ku me arrit ato ku e ka synimin, edhe po thot Allahu, po thot Muhamedi alayhis salam, e xheneti i Allahut është i shtrejt. Nuk arrit vllazën besimtar me prolla, nuk arrihet me pretendime të kota, vallon e kam zemrën e mirë, për fat keq është e përhapën popull ton, kur ti thotë pse s'falet, unë më u fal s'falna, po jam më i mirë se krejt sa vinin xhamiu atje. Kur pashallahin, kur hiç mund me konaj më i mirë, pa marr parasysh një besimtar çfarë mëkate që bën, kur nuk është më i mirë ai që nuk falet. Sepse kapi e dietarëve që ata që nuk falen i përshkruajnë me pabesimtar. Pse? Se kanë thy besën për të cilën Allahu ka kërkuar prej tyre me mojt. Besën që kanë me adhuru Allahun. Andaj në këtë drejtim të nderuar vëllezër besimtar, pe veprave që neve na
e pastrojnë zemrën. Na mundsojnë me pas një zemër të shëndosh që na bën dobi nesër ditën e gjykimit, është me dhon sadak apo me shpenzu në rrugën e Allahut. Andaj këtë drejtim jep dikujt një sadaka, ja lon një borx, ja pagun qiren, ja fol borxhin, të ndërroj Allahun besimtar, kjo bën që ti me kon fisnik para Allahut, me kon i ndershëm dhe i ngritur para Allahut. Andaj thojnë dietarët pe njerëzve që janë të lumtur tek besimtarët, pe kategorive që dallohen dukshëm janë dhënësit, ata që japin në rrugë të Allahut, ata kanë gjoksa të zgjeruar, respektiv zemrat mdoja, edhe i sheh se janë të buzëqeshur e të lumtur. Andaj ju pyes, por e meditoni, a njehni një njeri dorshlir që është në depresion, a njehni një njeri i cili është i mërzitur se në rrugë të Allahut, kur s'keni me gjetë një tillë. Pse? Se ai që i gëzon njerëzit për hir të Allahut, o vllazni, a ka mundësi Allah që mos mjaftu zemrat i robit ta? A ka mundësi që Allah këtë njeri me lënë të mërzitur, në depresion, kur të jep rrugë të Allahut? Jo kur vallahun. Don ti e gëzon dikën, Allah ta gëzon zemrën tënde. Andaj këto shtëpia kanë bereqet, kanë gëzim dhe kanë lumturi shumë më shumë se ato shtëpia ku sundon kooperacia. Andaj të ndërruar Allahu besimtar me shpenzuar rrugë të Allahut të bën që të kesh bereqet në jetë, të kesh lumturi dhe të kesh një zemër të shëndosh. Me kaq që vërdojmë pjesën e parë të ytbës, duke kërkuar falje të Allahut, kërkojmë falje sot të fërzet mëshirus. Alhamdulillah, wahdahu wassalatu wassalam ala man nabiyya ba'da. Të ndëruar xhamat, nëna besimtarëve, Aisha radhiyallahu anha po thot ishte Muhamedi alayhis salam ai i cili kur binte në sejdë në namazin e natës e zgjaste atë aq sa mërku me lexu 50 ajete kuranore. E zgjaste sejdën sa mërku me lexu 50 ajete kuranore. Minimumi 15 minuta. E pse vëllezër besimtar ka gjatë, ka dashur me kon me statusin, sikur se thot vetë Muhamedi alayhis salam që njeri është më së afërmi me Allahun kur në sejdë. E zemra është nosh vllazni, e do me kon prada Allahut. Zemra është nosh, nuk e këshyr, a kon hutbja 16 minuta, 15 minuta, a 20. Pse? Se nuk ngopet vëllezër besimtar. Zemra është nosh, nuk ngopet me Kur'an. Zemra është nosh, nuk ngopet me namaz. Ata të cilët vëllezër besimtar kanë qenë të udhëzuar drejt, thuhet një fjalë pe selefit, ata që e adhurojnë Allahun natën, e dojnë vetmin me Allahun shumë më shumë se sa dikush që vetmohet me të dashjen e tij në një vend të caktuar. Andaj shikoni vëllezër besimtar, kur zemra është e shnosh, nuk ngihet me takimin me Allahun. Andaj këtë drejtim edhe namazi natës, edhe sejdja të bëjnë që zemra jote me kon e shëndosh. Andaj këtë drejtim me një rast po vjen një person, po i thot Muhamedi alayhis salam, po i dërguari i Allahut, zemra ime vun pe smundjeve, sikurse që është puna e zilis, urrëtia dhe mëkatet smundjet të zemrës, e po i thot pejgamberi alayhis salam, takon ty me agjëru çdo muaj ka 3 ditë, kushdo që vun pe këtyre smundjeve. Na e dim se cilë pe neve i kem të smundjet zemrës, andaj don me shëru zemrën, thot agjëroj 3 ditë për çdo muaj, ato quhen ditë të bardha, 13, 14 dhe 15, me lenë Allahut, Allahu ka më ta shëru zemrën. Një person tjetër po thot, oj dërguari i Allahut, thot zemra ime është e vrazhd, thot nuk çon, thot e adhuroj Allahun, thot për shkak të mëkatit që as vetë se di, thot zemra ime është e vrazhd. Çai tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ndihmoj nevojtarëve dhe ledh ato kokën e jetimit. Allahu akbar. A përshën vëllezër besimtar, çdo vepër e mirë ndikon që zemra jote me konde e shnosh. Mirë nëse veprat tua janë të këqija, çysh për ti me pas një zemër qalbun salim, një zemër shnosh, kur ti i bën këtë sebepet e mundshme që kundërshtojnë këtë status. Andaj vëllezër besimtar, padosh me Zot më shumë, e lutim Allahun që Allahu na mundsoj që të kemi zemra të shëndosha, na mundson që Allahu që të jemi për atyre që kur e takojmë Allahun, Allahu me koni kënaqur me statusin e zemrave tona.